sali, vepërmir, është ai i cili mirësitë e tij nuk i kërkon në këtë botë, por në botën tjetër. Ai e di se kjo botë është kalimtare, është botë e përkohshme. Ai e di se ne në këtë botë kemi ardhur thjesht për të kryer një mision, për të adhuruar Allahun te bareke ve teala, se kjo botë nuk është vend qëndrimi ynë. Prandaj mirësitë, kënaqësitë, shpërblimin nuk kërkon që ta merr në këtë botë, por në botën tjetër tek Allahu te bareke ve teala. Ai e di se ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe është e përhershme, ndërsa të mirat që janë në këtë botë janë të përkohshme dhe janë jo të plota, nuk janë përsosura. E mire përsosur është vetëm e mira në xhennet. Ai e di se ajo që është tek Allahu na duhet më shumë se sa kjo që kemi në këtë botë, për shkak se në këtë botë ne jemi kalimtar dhe siç do thoshte njëri prej xhallarëve tanë, puno për këtë botë dhe interesohu për të atë sa është jetë gjatë kjo botë dhe puno për botën tjetër atë sa do të jetosh atje. Në këtë botë jemi kalimtar, në botën tjetër jemi të përhershëm, prandaj interesimi ynë për botën tjetër duhet të jetë më i madh për shkak se ajo botë nuk ka fund. Ai që fiton xhenetin, fiton një kënaqësi të përhershme. E ai që Allah na ruajt rrezikon të futet në xhehenem, mund të mbetet për kohë gjatë nëse është besimtar, ose nëse është prej pabesimtarëve, mund të mbetet për gjithmonë, jo mund të mbetet, por mbetet për gjithmonë, nga se ata që mohojnë Allahun te bareke ve teala, ata do të kenë një fund të këtillë, pra do të jenë për gjithmonë në zjarrin e xhehenemit.